njëherë u teprote. Dhe u mërzit shumë, thot u mërzita shumë sepse ky hebre apo izraelit nuk i tha ja Rasul Allah, o i dërguar i Zotit. Se si do i thoshte hebreu i dërguar i Zotit, s'kishte kuptim, po emocioni dhe dashuria për profetin ju duk ofendimi madh, që ai i tha o Muhammed. Po hebreu ashtu do t'i thoshte, sa i ishte musliman. Po dashuria, thojnë dietarët që kanë pas sahabët në disa raste, i kanë bërë që të bëjnë diçka të nxitueshme. Dhe thotë i shkova dhe e shtyra jehudiun. Hebreun, e shtyra. Gati sasra në tokë, e teproi. Dhe ai hebreu i tha pse e bën këtë veprim? Tha po si s'vjen rënd që i thu Muhammed dhe nuk i thu i dërguar i Allahut. Jashtë asaj realitetit, do më kërkonte i diçka jashtë realitetit. I tha ai, unë s'kam bërë as i gabim. Unë tha, e kam thirrë me emrin që ja ka vendosur nëna vet. E mineja pra. Kështu është realiteti. Profeti alayhis salam i dha drejt hebreut. Dhe i tha të vërtetën ke thonë, nëna ime më ka qyt Muhammed. Drejt. Me i fjalë leksioni ishte që të riqu ti se s'ket drejt. Sepse Islami është fe racionale dhe logjikshme, nuk është fe emocionale dhe e teprume. Tha në këtë rast me gjithë se ti e musliman, edhe ky është hebre, ka drejt. Se më ka thirrë me emrin që më ka vendos nëna dhe prindrit e mi. Tha ai, hebreu, tha unë të kam ardhur me të pyet ty për disa gjëra. I tha profeti alayhis salam. Tani këtu del pa mençuria profetike. Hebrejt dhe izraelitët janë njerëz të mençur, po jo të krahasohen me profetët e Allahut. Dhe mbasi ai e nisi kështu, unë thira me emrin e nënës e me radhë, kjo është një lloj fjalësh. Profeti alayhis salam i tha, a ke ardhur me pyet? Tha po, tha sa të vlen përgjigja. Muhamedi alayhis salam me mençuri të madhe, tha, unë të përgjigjem, sa të vlen ty tha. Pra ti nëse unë të përgjigjem për ato që pyet ty, a bëhesh musliman apo humim kohën kot, ky ishte kuptimi. Se ato njerëz, profeti alayhis salam dhe njerëzit e ditur flasin pak dhe kuptohen shumë. Kurse njerëzit e paditur flasin shumë s'kuptohen fare. Imamu Shafii ka thonë një shprehje të madhe ngelin në umetin islam. Tha kush din shumë debaton pak, kush din pak debaton shumë. Se nuk din. Ai që i ka të qarta panoramet me pak fjalë kuptohet. Tha unë ty të shpjegoj çfarë dush ti, a të vlen ty kjo? Ai vazhdoi, tha dëgjoj një herë pastaj marr vendim. Hebreu, imagjinoj çat dialogu. Tha atëherë pyet profeti alayhis salam. Jo pa